Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa të dielën 334.539 votues të 5 bashkive do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. KQZ ka shpërndar materialet zgjedhore në 5 bashkit: Vlorë, Berat, Cërrik, Mat, Tepelen. Për mbarvajtje në procesit të votimit, Policia e Shtetit ka hartuar një plan masash. Në 5 bashkit ku do të zhvillohen zgjedhjet, Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e kazazve. Dhe ditën e shtunë do të marrë në ruajtje 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Në total, janë 612 punonjës policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve. Policia e Shtetit i bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që synon të tjetërsojë votën e tyre.